na duhet të dim frekuencën e qetësisë. Pra, vala e parë kur ne duam të manifestojmë është vala e qetësisë. Kur e di çfarë do në realitet dhe nuk ke mjegulla, nuk ke mendimet të cilat të futen, nuk ke versionet e tjera, nuk ke imagjinatat e tjera për je përqendruar tek ajo pjesë. Frekuenca e hapjes. Pra kur ne e kemi zemrën e hapur dhe nuk kemi dyshime. Okay? Është frekuenca e pranueshme. Pra kjo gjë që unë po manifestoj, kjo gjë që unë dua ta manifestoj, është pranim. Është e pranume nga ne. Është frekuenca mirënjohjes. Është frekuenca më e lartë, e cila hap fushën kuantike. Sepse vetë manifestimi është pjesa kuantike.